Horoskopi 21 Mars 2026 e shtunë. Dashi. Për ju dashi, qielli po thurr një aleancë midis Marsit, i cili është udhëheqësi juaj luftarak, me Jupiterin fatlum, duke ju dhënë një shtysë që do t'ju bëjë të ndiheni të pathyeshëm. Çdo projekt shtëpiak apo plan që keni mbajtur të fshehur në prapaskenë, sot do të marrë jetë me forcë mahnitse. Nëse keni patur një pengesë që ju ka dukur si mal, sot do ta shihni atë si një guriçk që ka përxehet me një vrap. Fryma e faljes dhe harmonisë do të mbulojë marrëdhëniet tua, duke shëruar plagë të vjetra me një buzëqeshje. Jeni në vendin e shoferit dhe fati po jep benzinën e duhur për të ecur përpara. Mirësia që do t'tregoni sot do t'ju kthehet mbrapsht si një bekim i madh. Ecni me besim se fitoria është e juaja. Demi. Sot lidhjet tuaja me botën do të kthehen në arë të pastër. Marsi po vallëzon në sektorin tuaj të rrjeteve sociale dhe bashkëpunon me Jupiterin për t'ju sjellë kontakte që do ju ndryshojnë jetën. Çdo bisedë që nisni sot ka potencial të kthehet në një mundësi të artë profesionale apo personale. Frymëzimi do t'ju godasë si rrufe dhe planet tua do të fillojnë të lëvizin me një sinkronizim perfekt. Pas kthimit të Mërkurit në rrugë të drejtë, mregulla e keqkuptimeve me miqt po zhduket, duke lënë vend për një entuziazëm që nuk e keni ndjerë prej kohësh. Ju do të keni fuqinë të koordinoni çdo gjë dhe të tjerët do t'ju ndjekin me admirim. Sot nuk është ditë për të qëndruar në hije, por për të ndjekur çdo pistë që ju çon drejt suksesit. Fati po ju thërret. Binjakët. Sot ambicia juaj do të prek sferat më të larta të qiellit. Marsi, i vendosur në maj të hartës suaj, bashkohet me Jupiterin, duke ju dhënë një fuqi sipërmarrëse. Do t'ju lërë pa mend kolegët dhe rivalët tuaj. Talentet tua të fshehura do të dalin në dritë dhe do të shërbejnë si mjeti kryesor për të rritur pasurinë dhe statusin tuaj. Çdo gjë që prekni sot do të ketë një prekje magjike. Projektet do të bashkohen sikur të ishin pjesë e një puzzle-i të përsosur. Me Mërkurin që nuk pengon më, populariteti juaj do të rritet ndjeshëm dhe ju do të fitoni një avantazh të madh në biznes. Ju nuk jeni thjesht duke pritur fatin, ju po e krijoni atë me duart tua. Energjia e sotme ju bën të kërkoni dhe të merrni pikërisht atë që meritoni. Shkëlqeni pa frikë, binjak. Gaforja. Ngrini velat o shpirtrat të ndjeshëm të gaforës, se një erë e fuqishme ndryshimi po vjen dhe kjo është në favorin tuaj. Marsi dhe Jupiteri po bashkohen në shenjën tuaj, duke ju dhënë guximin që të thyeni çdo rutinë që ju ka mbajtur peng. Sot do të ndjeni sikur bota është shumë e vogël për ju. Dëshira për të mësuar, për të udhëhequr, për të udhëtuar dhe eksploruar horizonte të reja do të jetë e papërmbajtshme. Besimi juaj te vetja do të tërheqë njerëzit si magnet, të cilët do të magjepsen nga vizioni juaj unik. Planet për udhëtime do të marrin një kthesë fantastike. Nëse keni plane për arsim, gjithashtu do të jenë favorizuese. Detajet teknike do t'i shihni më vonë. Sot është dita për të hedhur hapat e mëdhej dhe për të besuar te ëndrat tuaja më të guximshme. Ju po rriteni gafore, po zgjeroheni dhe po bëheni versioni juaj më i mirë i vetes. Luani. Sot forca juaj e brendshme do të ndriçojë si një diell i dytë. Një harmoni e rrallë midis Marsit dhe Jupiterit do t'ju mbush me një gëzim mistik, duke ju lejuar të zgjidhni çdo konflikt apo problem që ju ka rënduar shpirtin. Kjo është një kohë e artë për të përmirësuar marrëdhëniet intime ose për të gjetur mbështetje financiare që e mendoni të pamundur. Ju jeni bërë mjeshtra të burimeve tua dhe dëshira për të mposhtur çdo pengesë do t'ju vijë drejt triumfit.
Nëse keni menduar një ndryshim rrënjësor në stilin e jetesës, sot është një ditë e mirë për ta nisur. Suksesi nuk është thjesht një mundësi, por një premtim i yjeve, sepse ju besoni dhe meritoni më të mirën. Fitoria mbi veten dhe mbi rrethanat është e sigurt. Tregoji botës se kush është zoti i xhunglës. Virgjëresha. Të dashur virgjëresht, mjeshtrat të detajeve, sot bashkëpunimi do të kthehet në formulë suksesi. Jupiteri dhe Marsi po bashkojnë forcat për t'ju treguar se kur bashkoheni me të tjerët, mund të lëvizni edhe malet. Sinqeriteti dhe besimi që keni do të tërheqë njerëz të fuqishëm që do t'ju mbështesin në çdo qëllim tuaj. Është dita e duhur për të zgjidhur çdo nyje në marrëdhëniet tua dhe për të krijuar aleanca që do t'ju shërbejnë në një kohë të mëvonshme. Ana juaj shpikse është në kulmin e saj. Mund të gjeni zgjidhje për probleme që të tjerët i shohin si të pasgjidhshme. Qoftë në dashuri apo punë, partneriteti i sotëm do të sjellë fryte të jashtëzakonshme. Mos u izoloni, por dilni dhe takoni njerëz, se fati juaj sot kalon përmes duarve të tjerëve. Uniteti është dhe forca juaj. Peshorja. Sot puna juaj do të kthehet në një mision madhështor. Marsi në sektorin e shëndetit dhe detyrave bashkohet me Jupiterin, duke ju dhënë një vullnet të pashoq për të përmirësuar çdo aspekt të jetës tuaj të përditshme. Do të ndjeni një dëshirë të madhe për t'i dhënë kuptim punës që bëni dhe rezultatet do të jenë spektakolare. Energjia juaj do të jetë në maj. Është kohë perfekte për të nisur një regjim të ri fitness ose për të rregulluar zakonet që ju kanë lënë mbrapa. Fuqia juaj bindëse është aq e fortë sa mund të fitoni edhe debatet apo negociatat me një buzëqeshje. Keni një nuhatje të duhur për atë që kërkon tregu dhe njerëzit rreth jush. Shfrytëzoni këtë avantazh për të ngjitur shkallët e karrierës. Jeni në rrugën e duhur drejt perfeksionit. Akrepi. Sot magjia juaj akrep po shpërthen në të gjithë drejtimet. Me Mërkurin që në fund u zhbllokua, informatat po rrjedhin si lum. Është lidhja Mars-Jupiter që do t'ju bëj yllin e ditës. Mundësi të reja për të shprehur në mënyrë krijuese po shfaqen në horizont. Mund të dashuroheni me një pasion të ri ose me një person që do t'ju ndesë shpirtin. Guximi juaj për të provuar gjëra të panjohura do t'ju sjellë kënaqësi që se kishit imagjinuar. Ky është momenti për t'u çliruar në çdo situatë që ju ka mbajtur të bllokuar. Magnetizmi juaj është në qiell dhe askush nuk mund të rezistojë sharmit tuaj mistik. Krijimtaria juaj do të vlerësohet dhe do të keni avantazhe në çdo nismë lozënjare apo edhe romantike. Sot jeta është një lojë që ju dini si ta fitoni. Shigjetari. Sot për ju shigjetar, fati po troket në derën e shtëpisë tuaj. Marsi dhe Jupiteri po ndezin një zjarr entuziazmi në çështjet tua familjare dhe financiare. Mbështetja që prisni qoftë ajo morale apo ekonomike do të vijë nga burimet që do t'ju gëzojnë pa mas. Ju po gjeni mënyra të reja dhe më të thella për t'u lidhur me njerëzit e zemrës, duke krijuar një atmosferë ngrohtësie që do t'ju ushqejë shpirtin. Besimi juaj te suksesi është aq i lartë sa planet tua do të marrin përgjigje pozitive menjëherë. Keni mjetet dhe vizionin për të zgjidhur çdo problem shtëpiak që keni zvarritur. Sot nuk mjafton vetëm të flisni, ju keni forcën për të vepruar, për të parë rezultate konkrete. Shtëpia juaj do të kthehet në një tempull bollëku dhe gëzimi. Britsjapi. Sot, sektori juaj i komunikimit mund të jetë një çelës që mund të hapë çdo portë të mbyllur. Me prapavijën e Mërkurit që mbaron, fjalët tua do të jenë të qarta dhe të fuqishme.
por trini Mars-Jupiter do t'i jap marrëdhënieve tua një dozë të madhe energjie. Nëse punoni me një partner, qoftë në biznes apo në jetë, sot do të vini në lëvizje ide që do t'ju sjellin përfitime të mëdha. Charmi juaj është i pakontestueshëm dhe respekti që tregoni do t'ju kthehet në besim të palëkundur nga të tjerët. Është dita e duhur për të bërë përmirësime reale në jetën tuaj përmes bisedave të drejtpërdrejta dhe të sinqerta. Mos i kurseni ndjenjat, por shprehni ato me guxim. Ju britësjap keni fuqinë të ndërtoni ura të reja mirëkuptimi. Kjo do t'ju çojë drejt një stabiliteti të ri dhe më të fortë. Ujori. Sot, trupi dhe portofoli juaj do të marrin një dozë energjie pozitive. Marsi dhe Jupiteri po bashkohen për t'ju motivuar që të rritni talentet tua dhe të përmirësoni shëndetin në nivele që nuk i kishit imagjinuar. Do të ndjeni sikur mund të pushtoni botën vetëm me vullnetin tuaj. Kjo është një kohë perfekte për të gjetur mënyra të reja, për të fituar para ose për të shijuar punën që bëni me një pasion të ri. Një mundësi e madhe mund të shfaqet për të vënë në punë aftësitë tua unike. Ju keni një ndjesi të pagabueshme për kohën dhe zgjidhjen e problemeve, duke kaluar me lehtësi çdo pengesë që do t'ju dilte përpara. Gjithçka e turpullt po largohet dhe rruga po hapet. Besoni te forca juaj dhe mund të jeni të pandalshëm. Peshqit. Sot është ditë që të dilni nga ëndrat dhe t'i ktheni ato në realitet. Me Merkurin, që nuk ju ngatëron më, dhe Marsin që bashkohet me Jupiterin, ju keni një pozicion të mirë për të ndjekur dëshirat e zemrës. Sinqeriteti dhe besimi që rrezatoni do t'ju sjellin admirues dhe mbështetje nga çdo anë. Energjia juaj krijuese po vlon dhe është koha të merrni iniciativën në dashuri apo në projektet që ju japin gëzim. Nuk ka më vend për të pritur në gjërat që ndodhin. Sot jeni ju ai që i bëni ato të ndodhin. Reagime pozitive do të vinë menjëherë, duke të rritur besimin tek vetja. Je në një moment kulminant ku mund të ndërtosh besim dhe raporte të forta me këdo. Guxoni të kërkoni atë që doni, sepse universi është gati t'ju ndihmojë. Ky është horoskopi për datën 21 mars dhe ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbarë, shëndet, të mirë, sukses në punë dhe fat në dashuri.